Ndërprerjet e shtatzanive pas mësimit të gjinisë së fetusit janë cilësuar si vepra penale nga Ministria e Shëndetësisë, dhe kjo pasi abortet lejohen vetëm në 12 javët e para të ngjizjes së fëmijës, ndërkohë që gjinia është e vështirë të përcaktohet në këtë periudhë. Duke ju referuar një rezolute të pakove më parë të Këshillit të Evropës, u kërkoi të ndalojë me ligj zbulimi i gjinisë, Ministri i Shëndetësisë Petrit Vasili pohoi se është i hapur ndaj këtij diskutimi. Çdo lloj ndryrë që do të bëj përtek kësaj moshe, sepse seksi konstatohet më vonë se kaq, kjo quhet një ndryrë kriminale. Dhe nuk është objekti i Ministrisë së Shëndetësisë për ta ndjekur. Por është atyre, gjithë atyre të cilët ndjekin një veprimtari që do ta përsërisja është kriminale. Çdo lloj sugjerimi i domosdoshëm nga pikpamja etike që do mund të sugjerojë për të komunikuar ose jo seksin, kjo është një diskutim i hapur, mund ta sugjeroni me një gjë të tillë, ndosë edhe këtu debati përsëri është i hapur, duhet apo s'duhet komunikuar. Sipas të dhënave nga maternitetet në vend, gjysma e aborteve i dedikohen seksit të padëshiruar të fëmijës. Në rezolutën e Këshillit të Evropës theksohej se në një grup vendesh përfshirë Shqipërinë, prindrit ndërpresin shtatzanin më së shumti kur mësojnë se presin vajzë. Megjithatë, kontrolli i aborteve do të jetë më i plot pas 2 viteve, kur ky veprim do të bëhet vetëm në institucionet shtetërore. Në kuadër të kujdesit për nënën dhe fëmijën, Ministria e Shëndetësisë ka nënshkruar edhe një marrëveshje bashkëpunimi me organizatën World Vision.